Keni filluar investimin në qendër të qytetit, për sa i përket ngritjes së një parku për automjetet. Cili është qëllimi i këtij projekti tuaj? Për shkak të rritjes së numrit të automjeteve në qytet dhe për shkak të figuracionit të ri që është krijuar në sheshin e qytetit që makinat nuk mund të parkohen, ne kemi menduar të krijojmë një parkim 24 orësh për mjetet e ndryshme që duan të stacionohen në qytetin e Gramshit. Dhe mbas një studimi që ka bërë urbanistika, vendi më i mundshëm me fjalë për të realizuar të ka qenë pjesa para konviktit. Kjo hapësirë publike vërtet para viteve 90 ka qenë një hapësirë ku ka ekzistuar një fushë voleybolli, por që gjithë të kohën nuk është përdorur sepse qyteti me fjalë ka ambientet të tjera sportive për t'i plotësuar kërkesat e nxënësve dhe u mendua të bëhet një investim i tillë. Është investimi i bashkisë. Buxheti për të kryer këtë investim është realizuar me fjalë, është miratuar me vendim këshilli që kur është miratuar buxheti për vitin 2025 që në dhjetor të vitit 2024. Nuk ka patur asnjë problematik, asnjë kundërshtim lidhur me këtë buxhet. Dhe ne kemi realizuar procedurat e prokurimit publik konform rregullave dhe ligjeve dhe do të ndërtojmë një parkim në një hapësirë publike që e quajtur më të mundshme për ta realizuar. Afati përfundimit nëse duhet të jetë diku ke rreth 45 ditë, jemi brenda gjithë kohës me fjalë për ta realizuar dhe është shumë i mundshëm për të realizuar dhe për të lehtësuar, si thosh, nevojën, kërkesën e qytetarëve për parkuar makinat në qytet.